Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Ska. Kontributet e punonjësve në arkën e shtetit kanë pësuar një rritje të ndjeshme duke sjellë efekte pozitive në skemën e pensioneve, ndërkohë që në 4 muajt e parë të këtij viti nga ky zë janë arktuar 670 milionë euro me një rritje për 153% në një dekadë. Të punësuarit në vend kanë derdhur afro 66.8 miliard lek apo rreth 670 milion euro në arkën e shtetit si kontribut për skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Viti 2026 ka nisur mbar për buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe për skemën e pensioneve, pasi të ardhurat nga ky zë u realizuan në masën 102.8% të planit për 4 mujorin 2026. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se për periudhën janar-prill 2026 janë arkëtuar afro 7.4 miliard lek apo 74 milion euro më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. E shprehur në përqindje, rritja e të ardhurave regjistrohet në 12.5%. Nga ana tjetër, kjo shifër është rekord në dekadën e fundit, duke u rritur me 153% në raport me vitin 2016, ku të ardhurat nga kontributet ishin në masë 26.4 miliard lek. Ndërsa vetëm në muajin prill 2026 janë 18.4 miliard lek të mbledhura apo 2.8 miliard lek më shumë se prill 2025. Faktorët që kanë ndikuar në këtë performancë janë disa. Së pari është rritja e pagave në sektorin publik, ndjekur dhe nga sektori privat, duke bërë që paga mesatare në vend të rritet ndjeshëm, duke arritur në nivelin e afro 1.000 euro në muaj, dhe si rrjedhim dhe pagesa e punonjësve për sigurime. E dyta lidhet me reformën anti-informalitet fokusuar kryesisht në nëndeklarimin e pagave, çka solli një rritje të deklarimeve dhe si rrjedhim dhe të ardhurave të paguara nga kontributet. Po ashtu vendosja e pagave referencë për gjatë këtij viti në sektor si turizmi, ndërtimi dhe mjekësia kanë sjellë një efekt direkt në rritjen e kontributeve dhe shëndoshjen e skemës. Nga ana tjetër, rritja e pagës minimale në shkallë vendi në 50.000 lek nga muaji janar ka ndikuar në këtë drejtim. Një faktor tjetër lidhet me rritjen e numrit të bizneseve të hapura në Shqipëri për gjatë vitit 2026, si dhe mirë administrimi nga ana e administratës tatimore që duket sikur po kompenson disi edhe mungesën e fuqisë punëtore në vend. Pagesa minimale për kontributet të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për individ është rreth 13.950 lek në muaj. Jelldet e bonove të thesarit me maturim 12 mujor u rritën sërish në ankandin e fundit të zhvilluar nga ana e Bankës së Shqipërisë, ndërsa Ministria e Financave zgjeroi huamarrjen për te objektivit fillestar të financimit. Jelldet e bonove të thesarit me maturim 12 mujor shënuan një ditë rritje në ankandin e fundit të zhvilluar nga Banka e Shqipërisë, duke sinjalizuar një stabilizim të normave të kthimit në tregun e titujve qeveritar. Sipas të dhënave zyrtare, jelldi mesatar i ponderuar i bonove 12 mujor arriti në 2.57% nga 2.52% në ankandin pararendas. Në ankand ishte shpallur fillimisht një shumë financimi prej 9 miliard lekësh, ndërsa kërkesa totale nga tregu arriti në rreth 11.06 miliard lekë. Në përfundim u pranua një shumë prej 10.24 miliard lekësh, më e lartë se objektivi fillestar i financimit. Rritja e shumës së pranuar ndikoi edhe në rritjen e jelldit mesatar, pasi qeveria pranoi oferta me norma interesi më të larta për të siguruar financimin shtesë. Të dhënat historike të ankandeve tregojnë se jelldet e bonove 12 mujore kanë dalë gradualisht nga nivelet më të ulta të regjistruara gjatë vitit kaluar, kur normat kishin zbritur pranë nivelit 2%. Në muajt e fundit, tregu ka shfaqur sinjale stabilizimi dhe një prirje të lehtë në rritje të normave të kthimit. Zhvillimet lidhen edhe me pritshmëritë e tregjeve për inflacionin dhe politikën monetare, megjithëse inflacioni në Shqipëri mbetet ende pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Tensionet gjeopolitike dhe pasiguritë në tregjet ndërkombëtare kanë shtuar kujdesin e investitorëve dhe kanë frenuar pritshmëritë për një ulje të mëtejshme të normave të interesit. Për momentin, lëvizjet në tregun e titujve qeveritar mbeten të moderuara dhe nuk sinjalizojnë ndryshime të forta të kushteve financiare në tregun vendas. Fermerët në vendin tonë do të kenë afat deri në 26 qershor për të aplikuar për mbështetje nga fondi prej 52 milion eurosh në sektorin e bujqësisë, por kush përfiton dhe cilat janë kriteret që përjashtojnë aplikantët nga mundësia për të përfituar. Ndjekim kronikën. Fermerët kanë nisur nga aplikimet për masat e mbështetjes direkte përmes skemës kombëtare në bujqësi, por kush përfiton dhe cilat janë kriteret përjashtuese. Referuar udhëzimit të Ministrisë së Bujqësisë, përfitues sipas masave mbështetëse mund të jenë fermerët individual, personat fizik, personat juridik dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Fermerët individual duhet të jenë të pajisur me NIPT-in e fermerit me status aktiv, ndërsa SHBB-t, personat fizik dhe juridik të jenë të pajisur me NIPT me status aktiv sipas fushës së veprimtarisë që përfshin aktivitetin për të cilin aplikojnë.
Për masat mbështetëse 1 deri në 8, përfituesi me status fermer individual duhet të ketë bërë shlyrjen korrente të sigurimeve shoqërore. Faturat për masat mbështetëse direkte në përputhje me kriteret përkatëse duhet të jenë të lëshuara gjatë periudhës 2025-2026. Financimi i shumës së përfituar bëhet në bankat e nivelit të dytë në llogarinë bankare të deklaruar nga përfituesi në formularin e aplikimit dhe përfituesi nuk duhet të jetë debitor ndaj Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural dhe Ministrisë së Bujqësisë. Aplikanti angazhohet të përmbush kushtëzimet e përfitimit të pagesave sipas masave mbështetëse dhe përmbushja e angazhimeve kontrollohet në terren nga inspektorët e ngarkuar. Mos përmbushja e angazhimeve për vitin 2026 nuk përbën kriter skualifikues dhe nuk shoqërohet me zvogëlim të pagesave për masën përkatëse. Megjithatë, sipas rastit, specialisti apo inspektori paralajmëron aplikantin për zvogëlim potencial të pagesave në të ardhmen dhe aplikim sanksionesh sipas kuadrit ligjor kombëtar në fuqi. Për masat mbështetëse të investimeve numër 10, 11 dhe 12, punimet e ndërtimit, pajisjet, makinerit dhe faturat e zhdoganimit duhet të jenë pas datës së lidhjes së kontratës. Të gjitha mallrat, makinerit dhe pajisjet duhet të jenë të reja dhe të papërdorura. Financimi për masat e investimeve jepet deri në vlerën e tregut të përllogaritur nga AZBR, pa përfshirë TVSH-n. Përfituesi nga masat e investimeve me statusin fermer individual duhet të ketë shlyer sigurimet shoqërore. Aplikantët për masat e investimeve do të përjashtohen nga përfitimi i fondeve publike nëse janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për pjesëmarrje në një organizatë kriminale, korrupsion aktiv ose pasiv, mashtrim, pastrim të parave, falsifikim dokumentesh, përdorim detyre, përvetësim të fondeve publike ose private, evazion fiskal, pjesëmarrje në një organizatë terroriste ose kryerje të veprave me qëllime terroriste, fshehje të ardhurash ose deklarimi rrem financiar, falimentimi rrem, kontraband ose tregti e palishme dhe çdo veprimtari tjetër e palishme që dëmton interesat ekonomike ose financiare publike. Afati i fundit e aplikimit është data 26 qershor përmes e-Albania, ndërsa për masat 10 deri në 12 bëhet me dorëzim të dosjeve fizike pranë AZBR. Prodhimi i energjisë elektrike nga dielli është rritur për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas bilancit të energjisë elektrike, kjo kategori përfaqësoi rreth 7% të prodhimit neto vendas. Prodhimi i energjisë elektrike nga dielli u rrit gjatë 3 muajve të parë të vitit në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se centralet fotovoltaike prodhuan 254 gigavatorë energji elektrike nga 176 gigavatorë në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuar një rritje prej 44%. Sipas bilancit të energjisë elektrike, kjo kategori përfaqësoi rreth 7% të prodhimit neto vendas gjatë 3 muajve të parë të vitit, në një periudhë kur prodhimi total vendas arriti në 3647 gigavatorë. Rritja vjen në një kohë kur energjia diellore po zgjerohet me ritme të shpejta në vend. Të dhënat e endit rregulator të energjisë tregojnë se numri i centraleve fotovoltaike është rritur nga vetëm 10 në vitin 2020 në 53 në vitin 2025, ndërsa kapacitetet e instaluara janë zgjeruar nga 21 MW në 631 MW në të njëjtën periudhë. Zgjerimi i kapaciteteve ka sjellë dhe një rritje të ndjeshme të prodhimit, nga rreth 32.000 MW energji të prodhuara nga centralet fotovoltaike në vitin 2020. Prodhimi ka arritur në mbi 832.000 MW në vitin 2025, duke reflektuar rritjen e investimeve në energjinë diellore dhe hyrjen në operim të projekteve të reja. Megjithatë, rritja e shpejtë e prodhimit po sjell dhe sfida të reja për sistemin energjetik. Disa prej projekteve më të mëdha fotovoltaike kanë nisur të kërkojnë integrimin e sistemeve të magazinimit të energjisë me qëllim ruajtjen e energjisë së prodhuar gjatë orëve me diell dhe përdorimin e saj në momentet e pikut të konsumit. Drejtoria Rajonale OSSH në Vlorë ka shpallur hapjen e garës për një investim në rrjetin energjetik të zonës së Orikumit. Projekti parashikon projektimin dhe ndërtimin e rrjetit të ri të shpërndarjes të tensionit të mesëm 20 kV në zonën e plazhit të Orikumit dhe fshatin e Tragjasit. Drejtoria Rajonale Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes Vlorë ka shpallur hapjen e garës për një investim në rrjetin energjetik të zonës së Orikumit. Projekti parashikon zhvillimin e linjave të tensionit të mesëm 20 kV, ndërtimin dhe rikonstruksionin e kabinave elektrike, si edhe zgjerimin e rrjetit të tensionit të ulët për furnizim me energji elektrike në zonën Orikum plazh dhe fshatit Tragjas. Fondi limiti i këtij investimi arrin në 239.268.000 lekë.
Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky projekt parashikon projektimin dhe ndërtimin e rrjetit të ri shpërndarjes të tensionit të mesëm 20 kV në zonën e plazhit të Orikumit dhe fshatit Tragjes, e cila furnizohet me energji elektrike nga nën stacioni 110 35 20 kV Orikum i Ri. Zona e Orikumit është pjesë e Bashkisë Vlorë dhe përbën një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit turistik. Këta faktorë kanë ndikuar në rritjen e ndjeshme të kërkesës për energji elektrike, duke tejkaluar kapacitetet aktuale të rrjetit shpërndarës. Për këtë arsye është domosdoshme ndërhyrja me rikonstruksion dhe shtim të kapaciteteve të infrastrukturës elektrike në mënyrë që të garantohet një shërbim cilësor për konsumatorët ekzistues dhe të përmbushen kërkesat e pritshme afatgjata të zonës. Projekti parashikon ndërtimin e kabinave të reja, rikonstruksionin e kabinave ekzistuese, instalimin e rrjetit të tensionit të ulët. Në dokument theksohet se synohet modernizimi i infrastrukturës ekzistuese për të përmbushur kërkesat në rritje për energji elektrike. Ky feeder do të mbulojë zonën e plazhit të Orikumit dhe fshatin Tragjes, një zonë turistike në zhvillim të shpejtë, duke garantuar furnizim të pandërprerë dhe të qëndrueshëm me energji elektrike dhe duke garantuar rritjen e qëndrueshmërisë së rrjetit në zonat me zhvillim të lartë. Referuar dokumentit, kabina do të vendosen sa më afër qendrës së ngarkesës për të garantuar furnizim efikas dhe të qëndrueshëm me energji elektrike. Ky projekt do të zhvillohet duke respektuar parimet, kriteret dhe kushtet aktuale të zhvillimit urban. Hekurudha shqiptare ka planifikuar hapjen e një tjetër tenderi për linjën Tiranë-Durrës-Rinas, këtë herë për ndërtimin e bazës mekanike për mirëmbajtjen e trenave, një investim me një fond limit për 1.04 miliard lekësh. Hekurudha shqiptare ka planifikuar hapjen e një tjetër tenderi për linjën Tiranë-Durrës-Rinas, të herë për ndërtimin e bazës mekanike për mirëmbajtjen e trenave depo, një investim me fond limit rreth 1.04 miliard lek. Projekti përfshin hartimin e projektit të detajuar dhe ndërtimin e bazës që do shërbej për mirëmbajtjen dhe operimin e trenave të rinj, që pritet të vendosen në funksion me nisjen e shërbimit hekurudhor. Tenderi vjen në një kohë kur autoritetet po përshpejtojnë procedurat për finalizimin e linjës hekurudhore, e konsideruar si një nga projektet më të rëndësishme të transportit publik në vend. Paralelisht me punimet civile të linjës, tashmë janë në zhvillim disa procedura të tjera kyçe që lidhen me funksionalizimin e plotë të saj. Pak ditë më parë, Hekurudha hapi tenderin për ndërtimin e segmentit 4.2 kilometra, që do rikthejë stacionin e trenit në Tiranë, me një fond limit prej rreth 1.5 miliard lek. Segmenti do lidh terminalin e transportit publik pranë kthesës së Kamzës me stacionin qendror në kryeqytet, duke integruar linjën hekurudhore me zhvillimin urban të bulevardit të ri. Ashtu është hapur dhe tenderi për projektimin dhe ndërtimin e godinës së stacionit hekurudhor të Rinasit, me një fond prej rreth 91.6 milion lek. Projekti synon krijimin e një infrastrukture moderne për pasagjerët e aeroportit, me akses për transport publik, zona parkimi dhe lidhje me terminalet përkatëse. Në të njëjtën kohë vijon dhe procedura me 2 faza për elektrifikimin e linjës, drejtuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas dhënave zyrtare, punimet për infrastrukturën hekurudhore dhe sistemet e sinjalizim telekomunikacionit kanë avancuar mbi 90%, ndërsa ndërtimi 8 godinave të stacioneve pritet të përfundojë gjatë muajit qershor, ndërkohë që operimet hekurudhore synohet të nisin brenda vitit 2027. Bashkimi Evropian dhe Shqipëria kanë hyrë në fazën teknike të mbylljes së kapitujve të negociatave pas përmbushjes së kritereve të ndërmjetme për grup kapitullin themelorët. Në konferencën ndërqeveritare në Bruksel, kryeministri i vendit Edi Rama e cilësoi këtë moment si fillimin e fundit të rrugëtimit evropian të Shqipërisë. Bashkimi Evropian dhe Shqipëria kanë hyrë në një fazë të re të negociatave të antarësimit me përcaktimin e kritereve përmbyllëse për grup kapitullin 1 themelorët. Ky grup kapitull përfshin drejtësinë, sigurinë, institucionet demokratike, reformën administrative dhe kriteret ekonomike. Shqipëria ka hyrë zyrtarisht në fazën e mbylljes së kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian pas konferencës së 8 ndërqeveritare të zhvilluar në Bruksel. Këshilli i Bashkimit Evropian bëri me dije se vendi ka përmbushur kriteret e ndërmjetme për grup kapitullin 1 themelorët, duke i hapur rrugë përcaktimit të kritereve përmbyllëse për këtë grup kapitull. Ky grup kapitull përfshin tema si funksionimi i institucioneve demokratike dhe reforma në administratën publike, si dhe kriteret ekonomike, thuhet në materialin e publikuar nga Bashkimi Evropian. Pas punimeve të konferencës së 8 ndërqeveritare të mbajtur të martë në Bruksel,
Kryeministri Rama ka zhvilluar një konferencë për shtyp me Komisioneren Evropiane për zgjerimin Marta Kos dhe zëvendësministren Cipriote për çështjet evropiane Marilena Rauna. Rama e përshkroi konferencën ndërqeveritare Shqipëri-BE si fillimin e fundit të rrugëtimit integrues, duke konfirmuar se Shqipëria është futur tashmë në fazën teknike të mbylljes së kapitujve. Kreu i qeverisë shprehu bindje të plotë se vendi do të jetë antar i BE-s brenda kësaj dekade. Ndërkaq, komisionerja Kos tha se është ende në diskutim nëse do të ketë antarësi me të drejta të plota apo Shqipëria dhe Mali i Zi nuk do të kenë të drejtë vendimarrje. Turistët nuk rezervojnë më pa lexuar më parë eksperiencat e klientëve të tjerë. Reviewt në platformat e Booking janë kthyer në një faktor kyç për suksesin e hoteleve dhe restoranteve, ndërsa një vlerësim negativ nuk mund të ndikojë drejtpërsëdrejti tek fitimet e biznesit. Pushuesit nuk zgjedhin më një hotel vetëm nga yjet apo reklamat. Në epokën digjitale janë komentet dhe vlerësimet online ato që po përcaktojnë suksesin ose dështimin e një biznesi turistik. Nga mënyra se si i përgjigjet stafi kritikave, deri te eksperiencat e klientëve të mëparshëm, reviewt apo komentet janë kthyer në pasaportën kryesore të besueshmërisë për hotelet dhe restorantet. Sipas kreut të shoqatës së operatorëve turistik Zak Topuzi, përpara se të bëjë një rezervim, një turist lexon mesatarisht nga 8 deri në 12 komente online, duke analizuar jo vetëm ambientin, por edhe cilësinë e shërbimit dhe reagimin e stafit ndaj problematikave. 80% e sistemit menaxhimit të hoteleve, bujtinave apo restoranteve sot bëhet nëpërmjet booking.com apo Expedia dhe kuptohet se sa shumë e rëndësishme është komentet që lën klientët aty. Asnjë klient nuk rrezikon tashmë për të prenotuar në një vend që pa lexuar komentet. Me arse ti do të sigurosh një kod pra nga 8.1 deri në 9.1 apo 9.2, ti mund të sigurosh 10.000 euro më tepër në fund vitin vetëm nga kuotimi, nga reviewt. Pra, ajo të pozicionon në çmim, të pozicionon në llojin e klientit dhe të gjitha elementet e tjerë bazë. Kështu që është shumë i rëndësishëm tashmë. Në Shqipëri, rëndësia e reviewve konsiderohet edhe më e madhe për shkak të mungesës së standardizimit të plotë të sektorit turistik. Për shumë struktura hoteliere, prezenca dhe performanca në platformat online mbetet mënyra kryesore për të fituar besueshmëri tek turistët e huaj. Në fakt, Shqipëria është më e interesuar për të dalë në këtë sistemin e menaxhimit, pasi ne jemi akoma një vend që legjislacioni i turizmit nuk është i plotësuar, pra jemi të pa standardizuar dhe të pa klasifikuar me yjen, kështu që i vetmi dritare ku ti mund të logosh janë këto rrjetet sociale dhe po themi ndikimi i këtyre treguesve, këtyre pikëve. Dhe është shumë e rëndësishme pasi Shqipëria konsiderohet vite përpara një vend jo i sigurt, jo i qëndrueshëm, jo serioz dhe rritja graduale e performancës së Shqipërisë në tregun turistik e ka bërë tani më të dukshme dhe më të besueshme, po themi, këtë pozicion në këtë mënyrë komunikimi me klientët. Nga ana tjetër, shembujt ndërkombëtar tregojnë se bizneset që reagojnë shpejt ndaj kritikave dhe investojnë në përmirësimin e shërbimit arrin të rikthejnë klientët dhe të forcojnë reputacionin e tyre. Primi mesatar i sigurimit të makinave ka rënë për gjatë 4 muajve të parë të këtij viti, kryesisht fal skemës bonus malus që favorizon shoferët që nuk kanë bërë aksidente, ndërkohë që tregu i sigurimeve vjen që të dominohet nga segmenti i jetës dhe sigurimi i detyrueshëm motorik. Tregu i produkteve të sigurimit të makinave ka pasur ndryshime të rëndësishme gjatë 4 muajve të parë të këtij viti. Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, primi mesatar i sigurimit të makinës me MTPL të brendshme ka vijuar të bjerë, kësaj radhe me 2.2% si rezultat i zbatimit të skemës së re, bonus malus dhe konkretisht faktorit të historisë së dëmëve, ku makinat me 0 aksidente gjatë vitit 2025 kanë paguar një primë të ulët sigurimi së mëparë. E thënë me fjalë të tjera, në janar-prill ka pasur më shumë shoferë që janë shpërblyer me çmime më të favorshme sigurimi,
për shkak të sjelljes së mirë në drejtimin e automjetit. Nga ana tjetër, edhe dy produktet e tjera të sigurimit motorik, kartoni jeshil për automjetet e regjistruara në Shqipëri, të cilat udhëtojnë jashtë vendit, dhe sigurimi kufitar për automjetet me targa të huaja që qarkullojnë brenda territorit të Shqipërisë, vijojnë rënjen. Statistikat flasin për 2% më pak prime për kartoni jeshil dhe 8.8% më pak për sigurimin kufitar. Autoriteti mbikëqyrjes financiare thekson se rënja është pasojë e lehtësimit të lëvizjes së autoveturave drejt vendeve kufitare anëtare të CEFTA-s. Struktura e tregut nuk ka ndryshuar, segmenti i vazhdon të dominojë duke përbërë 90.7% të totalit. Primet e shkruara bruto arritën në rreth 7.5 miliard lek me rritje prej 8.8%, ndërsa dëmet e paguara vazhduan në të njëjtën linjë. Sigurimet e detyrueshme motorike mbeten portofoli dominues i tregut i jetë, duke zënë 65% të tij me primet e shkruara bruto që arritën në rreth 4.9 miliard lek në rritje me 5.4%, dhe dëmet e paguara bruto që arritën në rreth 1.8 miliard lek në rritje me 13.6%. Ndërkohë, numri i kontratave dhe i dëmeve paraqitet relativisht i qëndrueshëm me rritje të moderuara. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skan.tv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Kto kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.